Kemi shumë njerëz rreth rrotull që gjithmonë qajnë. Ti e për njerëzit e tjerë, ato janë negativ, kjo gjë më ndodhi vetëm mua, pozitiviteti zero, ti si pozitive, ti e pozitive, etj. Pra, njerëzit qajnë se kanë mungesë pozitiviteti. Si arrihet pozitiviteti? Këtu tek meditimi lotusoshëm nëpërmjet hijeshisë së gurus, Piti, pra Shantri Vedi, ne mësojmë gjithashtu se si të fitojmë pozitivitet dhe si ta mirëmbajmë pozitivitetin, sa më gjatë jetë mundur në këtë botë matriksi. Një nga sekretet e të fituarit të pozitivitetit në qenien tënde është që ti të përqendrohesh tek e tanishmja. Sepse mendja jote të krijon shqetësime dhe mendja kalon tek e kaluara, ka këtë aftësi, tek shqetësimet e kaluarës ose tek shqetësimet e të ardhurës, domethënë nesër, pas nesër, pas siguritë etj. Por nëse ti vjen tek e tanishmja, atëherë ti fiton pozitivitet, ti fiton qartësi, çfarë do bësh, organizohem më mirë, nuk ke gjërat jo po dje, jo po nesër, por je tek e tanishmja dhe do të fitosh pozitivitet të sigurt. E tana tek e tanishmja. Dhe një gjë shumë e rëndësishme në fjalën pozitivitet kemi pos. Pra, tek meditimi lotusoshëm unë mësoj studentëve të mi që të kenë pra posturën e saktë, pozitivitet. Postura e qëndërzimit, e folura nga qendra e gojës sjell pozitivitet. Dhe sigurisht duhet mësojmë të paktën të mësojmë pra disa nga mantrat tek meditimi lotusoshëm. Jeni të mirëpritur të mësojmë pra se si të arrisim pozitivitetin tek qenia jonë në çdo